Verës kur gjo nuk tohet. Veç që dësa ndët frastat teta që bojnë për 5 minuta. Tu i kemi 3 snacks të shishëm edhe të shëndetshëm që mundën e mi bo krejt ditë në shpe. Normalisht, kjo recet për bërës kryesor e ka kosin grek edhe mollën. Po, çka i shtojmë tjetër? Në një pjatë thellë, hedhim 2 duk kos grek dhe 1 duk gjalp kikiriku. I përzijem mirë, edhe tana e marrim një mollë. Si të ndani, të kuqe, gjelbërt apo të verdh. Unë e kom zgjedh gjelbërtën. E preni në feta të holla dhe i hedhni pak kanellë mbi. E thjesht, e shishme dhe shëndetshme. Boronica me kefer. S'ka njeri që si don boronicat. E nëse ka, se keni provuar ajo këtë recet. Në një pjatë thellë e hidhem gjysmë gote boronica, gjysmë gote tërshër, gjysmë gote kefer edhe 1 duk fara kia. Unë i kom shtu edhe pak ora, po ato janë opsionale. Perfekte për një snack tjetë gjatë ditës. Overnight oats. Kjo është një prej ushqimeve të mia të preferume, sidomos në mëngjes. Në një pjatë thellë i shtojmë gjysmë gote tërshër, më shumë se gjysmë gote kos grek edhe 1 duk fara kia. I përzi mirë e si përshtojmë çdo që ju pëlqen. Frutat fresta, gjalp kikiriku, e për më shumë fibra, e më shumë shije i shtojmë edhe ndonjë biskut dietare. Mundeni me hongër mëngjes ose përgatitni natën dhe e lini në frigorifer për ditën e nesërme. Këto receta janë të shpejta, të shijshme edhe plot me fibra, proteina e freski, tamam për ditët e nxehta të verës. E nëse doni më shumë video si kjo, follow Urban FM në të gjitha platformat dhe subscribe në YouTube.